Ish kryetari I komunës së Tetovës Sadi Bexheti ka deklaruar se nuk do të kandidoj për kryetar komune në zgjedhjet e ardhshme lokale e as si kandidat për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. Këto deklarata I ka bërë në emisionin e Diela me ne të gazetares Ermira Selami, ku ka folur edhe për ish kundërshtarët e tij politik në garën për postin e kryetarit të komunës së Tetovës. A do të kandidoni për kryetar komune në zgjedhjet e ardhshme komunale? Jo. A do jeni në listën e ndonjërës parti si kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 dhjetorit? Jo. Gjatë kohës që ishi kryetar komune, kush u zhgënjej më shumë, ti ju apo populli? Unë mendoj se populli. Kush ishte kundërshtar më I fortë, Azbilika apo Teuta Arifi? Relativisht të dy kanë qenë kundërshtar të fuqishëm, mendoj. Politik mendoj se faktikisht nuk si janë kundërshtar ata, por edhe ato janë në përfaqësues të partive, por faktikisht kanë qenë me të njerëz që I ka dashur populli, shifet edhe votat që kanë votuar. Përndryshe Sadi Bexheti ishte kryetari komunës së Tetovës nga viti 2009 deri në vitin 2013 si kuadër I Partisë Demokratike Shqiptare. Ai përgënjeshtroi informacionet e dalura në disa portale përkinse kandidimin e tij të sërishëm për kryetar komune në zgjedhjet e ardhshme lokale, që pritet të mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Intervistën e plotë të zotërisë Sadi Bexhetit do të keni mundësi që ta ndiqni nesër në orën 19:30 në televizionin Koha.